Shtetet e Bashkuara janë drejtuar OKB-s me një kërkesë që ka të bëjë me krijimin e një force ushtarake ndërkombëtare në Gaza për të paktën 2 vjet. Media amerikane Axios shkruan se SBA i ka nisur disa anëtarëve të Këshillit të Sigurisë kërkesën ku flitet për siguri në Gaza deri në vitin 2027 dhe vendosjen e trupave pas krijimit në muajin janar të vitit të ardhshëm. Projekt rezoluta që cilësohet e ndjeshme por e paklasifikuar do të ketë për bazë negociatat gjatë ditëve në vijim mes anëtarëve të Këshillit të Sigurisë në OKB me qëllim votimin për krijimin dhe vendosjen e trupave të para në Gaza. Gjithashtu në draft që i referohet media amerikane Axios, theksohet se forca ndërkombëtare e sigurisë do të jetë një forcë zbatimi dhe jo forcë parqeruajtëse, ku do të përfshihen trupa nga disa vende, por edhe do të krijohet në konsultim me Këshillin e Paqes të propozuar nga presidenti Donald Trump e që do të ketë rolin e një qeverie kalimtare, por edhe do të jetë përgjegjës për financimin dhe rindërtimin e Gazas derisa të përfundojnë reformat e autoritetit palestinez. Ndërsa drafti kërkon që Këshilli i Paqes të jetë deri në fund të vitit 2027, forca ndërkombëtare e stabilizimit ISF do të merret me sigurimin e kufive të Gazas me Izraelin dhe Egjiptin, mbrojtjen civile dhe korridoreve humanitare, por edhe trajtimin e një force të re policore palestineze, ndërkohë që do të siguroj procesin e demilitarizimit duke përfshirë shkatërimin dhe parandalimin e rindërtimit të infrastrukturës ushtarake, terroriste dhe ofensive, si edhe çmontimin e përhershëm të armëve nga grupe të armatosura, përfshirë edhe çarmatosjen e Hamasit, nëse grupi ose element brenda tij nuk do ta bëjnë këtë vullnetarisht.